Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me mexhliset e meditimit, analizës, përsiatjes, reflektimit mbi gjuzet e Kur'anit. Mexhlisin e parë e kishim mbi gjuzin e parë dhe përzgjodhëm disa ajete, u ndalëm pak në to dhe dham disa porosi dhe mesazhe që mund të nxirrem prej tyre. Sot e kemi mexhlisin e dytë. Mexhlisi që ka përzgjedh disa ajete nga gjuzi i dytë i Kur'anit fisnik. E treguam edhe në mësimin e kaluar se Kur'ani ka 30 gjuza dhe ne do i bëjmë 30 mexhlise, 30 kuvende, ku do zgjedhim ajete kuranore dhe do mundohemi që nxjerrim porosi, mesazhe, reflektime, përsiatje, meditime, thjesht që të kalojmë kohë me Kur'anin, të jetojmë me Kur'anin dhe të arrijmë që Kur'ani të jetë udhëfyesi jon në jetën tonë. Në surën Al-Baqara, ajeti 216, Allahu i Madhreshëm çka thot? Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ndodh që ju e urreni një gjë, mirëpo ajo të jetë më mirë për ju. Hoxhallarët, dietarët duke lexuar këtë ajet kuranor e kanë dhënë një mesazh shumë të bukur. Kanë thonë kështu: mund të ndodh që kaderet me të sjell vështirësi, telashe, probleme, situata të padëshirueshme. Mirëpo kuptoje se me to të vinë edhe shumë gjëra të mira. Ti nuk ishe ato kur të vinë të këqijat, ama ato të mirat janë brenda atyre. Ti nuk ishe këto të mira. Mirë për momentin që të zbulohen ty këto të mira, ti pastaj do e kuptosh se kuptimin e këtij ajeti kuranor dhe do e falenderosh Allahun e Madhreshëm për këto të mira që të erdhen bashkë me ato të këqija. Wa asa an takrahu shay'an, ndodh që ju e urreni një gjë, mirë po aty ka shumë mirësi. Dhe për këtë shkak besimtari i mençur nuk shikon vetëm anën e jashtme të ndodhive, fenomeneve, të atyre gjërave që i ndodhin aty në jetë, po mundohet të shef edhe pas, edhe të shef se çka sjellin ato dhe çfarë pasoja dhe gjuhën lanë në jetën e tij. Në ajetin tjetër, në surën Al-Baqara, ajetin 152, thot Allahu Dhu Xhelal: "Fadhkuruni adhkurukum." Më kujtoni, t'ju kujtoj. Më përmendni, t'ju përmendi. Pasha Allahun, njeriu duhet t'i vije turp nga ky ajet kuranor. Kush jemi ne, kush jam une, që në momentin që e përmendi Allahun, ajtë më përmend mu. Askushi. Mirë po shifni çfarë krahasimi dhe çfarë përballjeje bën Allahu i Madhreshëm. Më përmendni që t'ju përmendi. Kush jemi na? Dhe çka fiton Allahu nëse na e përmendim? Dhe kush është Allahu, madhëria e tij, krijuesi i gjithësisë, dhe çka fitojmë na duke përmend atë. Andaj, kur e kemi parasysh këtë moment të krahasimit, kush jemi na dhe kush është madhëria e tij, atëherë neve nuk duhet na lodhe gjuha nga përmendja edhe kujtimi i vazhdueshëm i Allahut subhanahu wa taala. Kalojmë te ajeti tjetër. Gjithashtu në surën Al-Baqara, ajeti 153, Allah i Madhreshëm shefne si na drejtohet neve. Thot kështu: Ja ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salah. O ju besimtar, kërkoni ndihmë në sabër dhe namaz. Inna Allaha ma'as sabirin, sepse Allahu është me durimtarët. Çka na mëson ky ajet kuranor? Na mëson se namazi është ndihma më e madhe në të gjitha situatat e padëshirueshme, pakëndshme, vështira dhe të rënda me të cilat ballafaqohemi në jetën tonë. Andaj, çdo që na kemi pikëllim apo vështirësi, problem apo mërzi, çohu, merr abdes dhe fal namaz. Ky namaz ka me të ndihmu në formën më të mirë dhe më të shpejtë ta përballojsh atë gjendje të vështirë me të cilën je gjend ti. Normalisht, çohu dhe fale namazin me një zemër të përulur karshi madhnisë së tij, i nështruar karshi vendimeve të tia, i bindun se krejt që ka në gjithësi janë dorën e tij
dhe mjafton ai të thot bëhu dhe ajo do bëhet. Pastaj gjithashtu në surën Al-Baqara ajeti 186 shifne çka thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." E ty o Muhammed, kur të pyesin robët e mi për mua, jam afër atyre. Kjo pjesë jam afër atyre. A e ndjen këtë moment kur Allahu më thot mua dhe të thot ty jam afër? E dini çka do të thonë me kon afër me dhe te, afër nesh, Allahu madhëria e tij. Thënë hoxhallarët subhanallah, janë dy fjalë. Un jam afër. Mirë për japin as i lloj sigurie, as i lloj garance, as i lloj qetësie, as i lloj rahatie që askush nuk ka mundësi me të thonë. Un jam afër. Fa inni qarib. Un jam afër. Andaj përjetoje këtë moment vazhdimisht në jetën tonë. Dhe kujtoje vazhdimisht se Allah është afër me ne. Dhe se ai madhnia e tij subhanahu wa taala është ai që na shtyt përpara në punë të mira, ai që na largon pengesat nga rruga e punëve të mira, ai që na mbron nga sulmet kur ne mundohemi të bëjmë punë të mira. Edhe mos u mërzit dhe mos u dëshpëro dhe mos i lën pas dore detyrat dhe obligimet tuaja. Ajeti kuranor tjetër thot Allahu Xhelal gjithashtu në surën Al-Baqara ajeti 206: "Wa idha qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil-ithm." Ka njerëz të atill që kur i thua ke frikë Allahun, çka ndodhet? Ai mburret me gjunahin që e bën dhe vazhdon me i shtu atë gjunah. Subhanallah, ti ja do të mirën, ti ke dëshirë që ai të korrigjohet, përmirësohet dhe i thu ke frikë Allahun. Sepse për asgjë në këtë botë nuk ja vlen njeriu me ndryshu, ama për Allahun po. Andaj ke frikë Allahun. E njeriu që është i zhytur në gjunahe, mburret me gjunahin e tij dhe i shton ato si për inati i këtij njeriu të devotshëm. Shefne çka thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu në lidhje me këtë ajet kuranor. Thot prej mëkateve më të mëdha te Allahu Xhelal është ky moment kur i thuhet atij ke frikë Allahun, ai ti përgjigjet e t'ja kthen shife punën tonë. Unë edhe ti, këtë jemi njerëz, edhe këtë kemi mangësi, edhe këtë gabojmë. Ama kemi nevojë me pas njerëz të mirë përreth nesh që kur gabojmë e rrëshqasim me na thonë ke frikë Allahun. Kur gabojmë e rrëshqasim me thonë ej ka dal, se kjo nuk ban, se kjo nuk të ban dobi ty. Ama nëse ne atyre që na këshillojnë, atyre që na kanë ngale, atyre që brengosen për ne, themi shif punën tonë mos mu përzi. Kjo është për mëkateve më të mëdha, siç tha Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu. Dhe porosia e fundit në këtë mexhlis të xhuzit të dytë, ajeti 237, ku Allahu Xhelal thot: "Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa." Të falësh që është më afër devotshmërisë. Subhanallah. Falja njerëzve që gabojnë ndaj teje, qenë ka shoqëruese e devotshmërisë. Andaj dietarët duke analizuar këtë ajet kanë thonë kështu: njerëzit që mas shumë t'i falin dhe amnestojnë janë ata njerëzit që janë më të devotshëm. Domthonë sipas nivelit të devotshmërisë është edhe gatishmëria jonë për t'i falë të tjerët, për t'i amnestuar të tjerët. Edhe e kundërta është e kundërt. Kurse ai që mas paku fal, ai njeri e ka zemrën më të ashpër dhe imanin më të dobët. Shifne? Do thot takvalloku që ka shoqërues i atij që fal. Do më thonë, një zemër e cila është e mbushur me takvallok, ajo fal. Edhe ajo zemër që fal e shton takvallokun e vet. E kur e gjen dikën që është i ashpër, i vrasht, edhe nuk pranon kur një farë mënyre të bindet që t'ja fal tjetrit gabimin, zemra e tij është e ashpër, kjo po se po, mirë po kjo tregues se edhe imani i tij është i dobët. Edhe andaj këtë na kemi nevojë që të rrisim imanin ton, të shtojmë takvallokun ton dhe normalisht të manifestojmë zemërgjërsinë ton, faljen ton, humanizmin ton, e të mbretëron jetën ton private, familjare, shoqërore,
fare fisnore, do thot harmonia, mirëkuptimi, toleranca, falja, mëshira, e kështu me radhë, e kështu na të fitojmë pasaj edhe për të mirave dhe të bereqeteve të Allahu të gjera. Pra këto ishin disa ajete të zgjedhura nga gjuzi i dytë i Kuranit fisnik, dhe këto janë disa porosi dhe mesazhe që normalisht mund dalë në çdo ajet, mund të nxjerrim edhe shumë tjera, po thjesht janë mexhlise të shkurtra ku ne kalojmë disa çaste me disa ajete kuranore si një lloj motivimi dhe shtytjese që kur unë edhe ti lexojmë Kur'anin gjuzin e parë, e gjuzin e dytë, e na vijnë këto ajete me lexu, ti kujtojmë këto kuptime dhe mesazhe dhe kështu ti lexojmë edhe ajete tjera inshallah taala që Kur'ani të bëhet pranverë e zemrave tona e të jep bereqet e veta në jetën tonë inshallah taala. Zoti shpëleft, selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.